Nuk e di sa ti vitësh që shpjegoj këtë gjë, me njerëz të ndryshëm ulur atje tek ju, se një drejtor vjen, një drejtor ikën, një zëvendësministër vjen, një zëvendësministër ikën, një ministër vjen, një ministër ikën, e kështu me radhë dhe tjerët. Dhe ka një arsye. Po ta kishit shkruar ju do kalonte për 1 sekondë. Me që kemi shkruar ne, edhe pse jemi sovrani, edhe pse kushtetuta na e jep ne këta atribut të miratojmë tatimin e taksa, natyrisht bëhet kjo zvarritja edhe kjo tallje. Po prap, kjo tallje. Këtu. Tani, si propozues i kësaj, me që është puna ime në fundit kuvend, unë jam i kënaqur shumë të shikoj. Po, patjetër për këtë sesion, patjetër. Do me thënë, me që është puna e fundit, po them edhe një herë tjetër, unë do jem shumë i kënaqur që kjo gjëja të votohet kundër në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe do ja votën time ministrit që sot bën fushat në Myzeqe, ministrit financave, dhe ta shikoj se si do votoj kundër.